Unë do doja shumë, doktor Aran, sepse kam shumë kështu mision që m'ja u vizualizu, thjeshtu njerëzve komplet çka po flasim. Unë në regjist ma herët ja kam dërgu një fotografi ku shihen disa lloje të frakturave të ndryshme. Unë e lus besin për pak le të na vendos në monitoring këtu, po dallohen disa prej thyerjeve, sepse po flasim që ta thjesojmë për shtetarët frakturën apo thyrjet e kockave. Janë të ndryshme. Ajo çka po du me vetë, për kësaj fotografive që po shohim, ta zëm unë jam duke hesa se futboll ose këtë diun, një fraktur, një thyrje e kësaj pjesë e zonës së gjunit. A jep me njëherë dhimbje të mëdha, hematom, ajtje, apo mund të flemat natë nga nxehti i lëndimet dhe të nesërmen të na shfaqen simptomat? Kryesisht fraktura paraqitet me një dhimbje shumë të madhe. Po, me njëherë, domethënë me njëherë pas rrëzimit, lëndimit e tjera. Domethënë është shumë e qartë që një frakturë, cila do për këto në frakturat që ne pishohim këtu, është shumë e rrallë që pacienti nuk ka dhimbje, dhe dhimbjet janë të menjëhershme. Që kjo është një plus shumë i madh për përvojën tonë, për faktin që ka njerëz që domethënë e kanë dhimbjen dhe nuk mund fare me aktivizuar tek ekstremitet. Cili do kockë që thehet paraqitet dhimbje. Dhimbja është simptomi i parë që ne e shohim dhe me njëherë duhet me marrë trajtim. Çka kisha mi thonë në njerëzve këshilluesve njerëzve që e shohin emisionin, domethënë dhimbjen mos me e anashkalu, dhimbjen me trajtu, dhimbjen me drejtu, kulumtu, që me mujt domethënë me marrë një trajtim shumë të specifik në cilën do lloj të frakturës. Dhimbja është sendi i parë. Ju e përmenët, ajtja është sendi i dytë. Nëse veç ka fillu me ajt, domethënë saktësisht e di me kohë në çfarë gjendje po vjen pacienti dhe kur po vjen. Dhe nëse është ajtja, domethënë ne veç kemi humb në kohë në një frakturë. Dhe nëse vjen hematoma, atëra frakturë nuk mundemi me operu. Unë po du sot mi nda me pacienta disa standarde që janë shumë të qarta për me mujt që teleshikues me pa ose me kuptu që s'duhet më anashkalu një dhimbje e fortë. Përveç që nuk është mobilizimi i mundshëm, duhet me qenë shumë shpejt. Është standard i artë 6 orësh i parë. Nëse ne mujmë me taku një frakturë dhe fraktura vjen në brenda 6 orëve, atërat frakturë duhet më operu për një herë. Frakturat që janë të dislokume dhe janë brenda 6 orëve, ato operohen për një herë, edhe ato kanë prognozë shumë më të madhe, prognozën shumë të mirë, dhe prognoza varet mandej që trajtimi duhet më bu shumë më i shpejt. Pra vim të fizioterapia, vim të format që mu këty vitaliteti ose funksionaliteti i kësaj frakture. Nëse kalohet që ky 6 orësh i ardh, dikush pyet thot pse nuk janë 7 orë ose 8 orë. Fatkeqësia krejt kësaj është që vjen çajo ajtja, vjen çajo hematoma dhe frakturat nuk mundet mu operu. Unë shpesh herë takoj pacient që ata thojnë kesh të mjeku dhe nuk operova. Ose unë ju marrë në sistemin privat sot në Kosovë dhe përdu më operu sot. Është shumë faktike që duhet mu pa në çfarë gjendje klinike është ekstremiteti. A kena mundësi me operu? Dikush pyet pse nuk mundet me operu, nëse një kam ose një ekstremitet që është i ajun pas një frakture, na e bujmë operacion, mirë po mbyllja dhe trajtimi me tutjeshëm është shumë i gjatë. Për mos me ardhur deri te infeksionet, për mos me ardhur deri te komplikimet pas operacionit, domethënë ajo frakturë duhet më operu, maksimumi që mundet më operu është dita e 3 deri në ditën e 7. Kur fillon me u largu e ajtja. Ajtja është një simptom që e ndërprin, e pengon qarkullimin e gjakut. Dhe nëse ne operojmë në një ekstremitet që është i ajun, atëherë veç pacienti nuk ka fitu në këtë rast, ne e bujmë gjithsesi të njëjtën procedurë, mirë po kjo është një standard që unë në përvojën tem po shoh që do shta kish mujt me qenë shumë aktuale. Edhe mi thonë teleshikuesve që nëse
nëse mos me ngutu, mi alon vendimin profesionistit me marë kur duhet më operu.